Në këtë video do t'ju çoj në një vend të cilin unë e kam vizituar para 15 vjetësh edhe do shkoj për 24 orë dhe do të them përsëri. Qëndroni në këtë video dhe do të shohim se çfarë mund bësh në Milano për 24 orë. Biletën e avionit e preva 15 euro vetëm me këtë çantën në shpinës. Dhe t'imagjino që me 15 euro nuk shkon dot as në Sarandë, se kushton më shumë. Nxitojmë pak se na zum vendet. Përtej humorit, por kjo situatë ndodh gjithmonë tek ne. A thua se do iki avioni dhe duhet krijojmë radhë të panevojshme. Unë fluturimet i kam frikë, por kur pash të avionin e Greqisë që mu duk si fuqi ujë, mu shtua edhe më shumë paniku. Ajsa po mendoja seriozisht të kthehem mbrapsht. Ryanair operato da Maltera 8356 con destinazione Bergamo, se Bergamo non fosse la vostra destinazione chiediamo di... 2 orë fluturimi dhe Jakus Brita në Bergamo. Radhe dhe këtu, por me pak durim e gjeta veten në taksi. Pasi kësaj radhe isha për një takim pune dhe nuk rrezikoja dot të përdor transportin publik. Do thoni ju se sa e pagova taksin, 130 euro. Në raport me çmimet që kemi në Shqipëri, shumë shtrenjtë, apo jo. Pas takimit shkova direkt në hotel. Dhoma ishte shumë e mirë. Normal, se kushtonte 170 euro nata. E lëm hotelin të flegjum sepse kemi ardhur të hapim syt. Ora është 13 e drekës, normalisht jam nisur që në orën 9 nga aeroporti i Tiranës dhe mua më ka marrë uria dhe do t'ju çoj në një restorant që më ka sugjeruar një shqiptar që jeton këtu në Milano. Aty bëjmë pastat fresta dhe ndodhet në zonën Santa Sofia, është rreth 10 minuta larg nga Piazza Duomo. Via Pasteria quhej restoranti, shumë mirë gatuanin dhe ambienti ishte i lezetshëm, por kur pash faturën kërkova një gotë ujë se de shumë. Quasi. Ok, grazie. Naturale. C'è comodi pure, gliela porto al tavolo. Grazie. Një mozzarella, një pasta me ragu dhe një tiramisu 38 euro. E falenderova me shpirt atë që ma sugjeroi këtë restorant. Nejse, i lëm shakat dhe tani dalim të shohim se ç'bëhet këtej nga Milano. A marrin vesh nga jeta këta milanezët apo i kanë mbetur ora? 1.4 milion banor jetojnë këtu dhe është një ndër qytetet më të mëdha të Italisë dhe një ndër më të rëndësishmit. Për ta parë të gjithë Milano ndoshta do të duheshin ditë dhe javë të tëra. Në fakt, mbaja mend çdo rrugë dhe çdo detaj nga Milano e vitit 2011 dhe dukej sikur asgjë nuk ishte ndryshuar. Duke ecur të del përpara kisha e famshme e Duomos. Ky është edhe metropoli gjigant dhe modern. Këtu lindi edhe moda dhe këtë e kupton sa po futesh në galerinë Vittorio Emanueli, ku shet dyqane luksoze të markave të njohura. Galeria Vittorio Emanueli, pra mban këtë emrin e mbretit të parë të Italisë së Bashkuar, u ndërtua rreth viteve 1865-1870 dhe realisht është simboli i qytetit të Milanos. Pra nuk është thjesht një qendër tregtare, por është edhe një vend turistik për të vizituar, sepse tu janë edhe markat më të njohura të veshjeve, të modelingut Milano, pra po flasim për Milano. Tjetër pikë e fortë veç turizmit është edhe ekonomia e fuqishme dhe e larmishme. Financa, teknologjia, prodhimi, pse jo edhe tregtia e kanë shndruar Milano në një nga motorët kryesor të ekonomisë italiane.
Paralelisht, qyteti ofron edhe një jetë kulturore të pasur dhe të gjallë, me teatro, muze dhe galeri arti apo opera të famshme që për fat keq nuk kemi kohë t'i vizitojmë. Si pa e kuptuar, këmbët po na lën dhe muzgu sapo ka rënë. Tashmë s'kemi ç'bëjmë dhe ikim në hotel, por përpara se të flem gjumë, në recepcion një djalë shqiptar që punonte aty më tha se hoteli kishte një rooftop, tarac pra, që duket Milano në pëllëmb të dorës. Shkojmë t'i hedhim një sy nga lart. È un po' freddo? Senza giacca non ho freddo. Ah, sono delle piccole postini? Sì. Ah, ok. Ok, restiamo dentro così. Është si puna e aperolit. Kështu të paktën tha kamarierja, po nuk e di se do e paguaj. Ju tregoj pasi ta përfundoj dhe pasi të mbi fatura. Gëzuar. Pagova 20 euro vetëm atë koktejlin. Dhe me këto pamje mbyllet dita e sotme. Mëngjesi më gjeti në restorantin e hotelit. Zgjova edhe jam ulur tek restoranti për të ngrënë mëngjesin. Mëngjesi ishte goxha i bollshëm, ishte çdo gjë dhe shkoj pak. Kërkova kamarierës të sjellë një omlet edhe shi si e bën omletën këtu. Kjo ishte edhe eksperienca ime e shkurtër në Milano, pra siç ju thash edhe në fillim të videos, shfrytzuam një takim pune, pra erdhëm për çështje pune dhe mendova që eksperiencën time timit ta ndaj edhe me ju, sepse mund t'ju jap edhe ndoshta ndonjë detaj për sa i përket kostove, çmimeve dhe shpresoj që të keni marrë një informacion të duhur. Bashkë shihemi javën e ardhshme.